Për të tjera do ndiqni një pushues ka denoncuar se gjatë vizitës në gjirin e akuariumit është përballur me një situatë absurde. Një nga gjiret më të bukura dhe të frekuentuara të jugut, i cili duhet të jetë i aksesueshëm për të gjithë, është zaptuar dhe privatizuar në mënyrë të palishme. Agjentët e BKH-s me urdhër të prokurorëve të SPA kanë ushtruar kontrolle në 4 ambiente të lidhura me biznesmenin Ergyz Agazi, përfshirë banesat e tij në Durrës dhe Tiranë, si dhe ambiente të bizneseve që ai zotëron. Erion Hoxha, mashtruesi serial 20 vjeçar nga Tropoja me banim në Paskuqan, është shpallur në kërkim për mashtrim. Sipas kallëzimit të bërë nga shtetasi IM, Hoxha kishte qëndruar për 3 ditë si pushues në hotelin që ndodhet në fshatin turistik Palas në pronësi të denoncuesit. Shikues të nderuar, ju përshëndes në këtë edicion informativ këtu në ekranin e televizionit ADV-u. Një pushues ka denoncuar se gjiri i akuariumit, një nga plazhet më të bukura të jugut, është zaptuar në mënyrë të palishme nga një bar që ka pushtuar të gjithë vijën bregdetare me shezlong me pagesë. Kjo situatë u mohon qytetarëve aksesin e lirë në një hapësirë publike që duhet të jetë e përbashkët. Një pushues ka denoncuar për redaksin tonë se gjatë vizitës në gjirin e akuariumit është përballur me një situatë absurde. Një nga gjiret më të bukura dhe të frekuentuara të jugut, i cili duhet jetë i aksesueshëm për të gjithë, është zaptuar dhe privatizuar në mënyrë të palishme. Sipas tij, në zonë është ngritur një bar, ndërsa e gjitha hapësira e plazhit është pushtuar nga shezlongët me pagesë, duke i pamundsuar qytetarëve të shfrytëzojnë lirshëm vijën bregdetare. Nuk e di saktësisht se kujt i përket, apo kush e ka marrë përsipër, por nuk besoj se një gjë e tillë mund të zaptohet në këtë mënyrë, shkruan ai. Ky nuk është rasti i parë që plazhet publike në Shqipëri përballen me tentativa për t'i kthyer në prona private. Ndërsa institucionet heshtin, qytetarët e zakonshëm vazhdojnë të përballen me ndalim hyrje në detin që u përket të gjithëve. Një punonjës i forcave operacionale pranë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve ka denoncuar mungesën e pagesave për dieta dhe shtesë prej 2 muajsh, pavarësisht kushteve të vështira dhe rreziqeve të përditshme që përballen. Ai kërkon ndërhyrjen e menjëhershme të Klevis Qoses, drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, por jo vetëm, edhe ministrit të drejtësisë Ulsi Manja dhe kryeministrit Edi Rama. Një punonjës i forcave operacionale pranë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve ka denoncuar në redaksin tonë vonesat e vazhdueshme në pagesat e dietave dhe orëve jashtë orarit. Sipas qytetarit, prej gati 2 muajsh, asnjë nga shpërblimet që u takojnë nuk është likuiduar, pavarësisht kushteve të vështira në të cilat operojnë çdo ditë. Denoncuesi tregon se forcat operative përballen me një ngarkesë të jashtëzakonshme fizike dhe emocionale, duke nisur që herët në mëngjes dhe pa një orar të përcaktuar kthimi në shtëpi. Punonjësi shoqërojnë të dënuarit në të gjithë burgjet e vendit, përballen me rreziqe të përditshme dhe ndihen të braktisur nga struktura drejtuese, të cilat nuk kanë mbajtur as premtimet për rritjen e shpërblimit për vështirësinë në punë. Përshëndetje, jam punonjës policie i forcave operacionale drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Kemi pothuajse 2 muaj që nuk po marrim dietat, ka dishmërinë. Na kanë premtuar se do na rrisin vështirësinë, po torturohemi gjithë ditën që na ka dhënë Zoti. Dalim në mëngjes herët dhe nuk e dim kur kthehemi. Nuk po shohim as fëmijët. Riskun e rrezikut e kemi të lartë, se shoqërojmë të dënuarit në të gjithë burgjet e Shqipërisë dhe nuk na vlerësojnë sa duhet. Zoti kryeministër duhet që të ketë një konsult me ministrin e drejtësisë për tokën tonë nga çdo aspekt. Të paktën të na vlerësojnë djersën që po derdhim çdo ditë. E në fund lekët po na i vonojnë, dietat po, oraret jashtë orarit po, nuk po dim ku të përplasemi e të ankohemi. Ju lutem shumë që ta postoni që të paktën kryeministri ta shohë këtë problem që po hasim. Shpresoj shumë që të bëhet diçka, shkruan qytetari. Qytetari i drejtohet kryeministrit Rama për të ndërhyrë personalisht në zgjidhjen e këtij problemi në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë me drejtues Ulsi Manjan dhe drejtorin e përgjithshëm të burgjeve Klevis Qose. Sipas denoncuesit, është koha që kjo tokë e rëndësishme e sistemit të marrë vlerësimin dhe mbështetjen e merituar në përputhje me sakrificën dhe përkushtimin që tregon çdo punonjës në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Një qytetare ka denoncuar se një subjekt që operon me lodra ujë në Velipoj ka rrethuar një pjesë të detit, duke e trajtuar kështu si një pronë private dhe duke ndaluar pushuesit të hynë në ujë përballë çadrave të tyre, ndërkohë që ka marrë edhe bekimin nga ana e policisë bashkiake. Në Velipoj, një zonë e detit është rrethuar dhe është kthyer në një pronë private nga një subjekt që operon me lodra ujë. Shqetësimin e ka ngritur një qytetare e cila shkruan se edhe pse nuk ka një emër të qartë të subjektit në fjalë që ka privatizuar hapësirën në Velipoj, punonjësit e biznesit në fjalë ushtrojnë kontroll të plot mbi hapësirën përpara çadrave, duke ndaluar pushuesit të hynë në det përballë vendit të tyre.
ku është vendosur subjekti që tregton lodrat e ujit të firmës gjermane. Për redaksin ton, qytetari shkruan se situata ka arritur deri aty sa policia e rendit e mbështet zaptuesin në fjalë dhe i kërkon pushuesve të mos frekuentojnë këtë hapësirë. Qytetari shkruan se sot tentoi të futej në det përballë çadrës së saj dhe për të shmangur rërën e nxehtë shkeli në hapësirën ku subjekti e ka zaptuar. Në këtë moment, personeli biznesit që shet lodra uji e ka kërcënuar se do ta nxjerrë nga aty nëse nuk largohet me pretendimin se është zonë e tyre. Denoncuesja shkruan se nuk ka asnjë tabelë që shkruan se është zonë private, ajo hapësira e plazhit të Velipojës, duke shtuar se duket qartë që është uzurpim nga privati, jo pjesë e një zone të miratuar ligjërisht se i përket privatit. Ky rast ngre edhe një herë pikpyetje serioze mbi rolin e institucioneve mbrojtëse të hapësirave publike dhe Agjencisë Kombëtare të Bregdetit dhe Bashkisë Shkodër, në rastin konkret. Privatizimi i detit është i paligjshëm, por po bëhet realitet çdo vit e më shumë kjo në nënheshtjen e institucioneve lokale e shtetërore, që duket se janë në gjumë. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka nënshkruar një kontratë për rreth 750.000 eurosh për një sistem të transkriptimit automatik të fjalimeve me inteligjencë artificiale që synon të përmirësojë transparencën dhe efikasitetin. Sistemi do të përpunojë dhe publikojë në kohë reale fjalimet nga seancat plenare dhe mbledhjet e komisioneve duke zëvendësuar kështu procesin manual të zbardhjes. Megjithatë, tenderi dyshohet se ka mungesë konkurrence dhe konflikt interesi pasi emri i njëjtë shfaqet në 2 kompanitë fituese. Kuvendi i Shqipërisë ka finalizuar një tender me fond limit prej 750.000 euro për të zbardhur automatikisht me inteligjencë artificiale fjalimet e deputetëve në seancat plenare dhe mbledhjet e komisioneve. Tashmë nuk do të ketë më debate nëse u ndryshua apo jo një fjali në proces verbal, pasi gjithçka do të transkriptohet nga inteligjenca artificiale. Përfshirë këtu edhe perlat retorike të emrave të rinj si Sara Mile, Zegine Çaushi, Arkend Balla e të tjerë që kanë hyrë për herë të parë në parlament. Me këtë sistem të ri, edhe debatet epike të Zegines me gaz bardhin do të ruhen me saktësi kirurgjikale. Tenderi kishte dështuar disa herë më parë, por është mbyllur me njëherë pas zgjedhjeve të 11 majit. Fituese është shpallur kompania Dega Semos AL në bashkëpunim me Peace Store dhe Bit Genius për furnizimin dhe mirëmbajtjen 4 vjeçare të një sistemi të avancuar transkriptimi bazuar në inteligjencën artificiale. Sipas dokumentave zyrtare, kuvendi justifikon këtë shpenzim duke theksuar vështirësitë të mëdha të stafit për të përballuar manualisht volumin e lartë të fjalimeve. Procesi i zbardhjes me kufje kërkon kohë dhe është i lodhshëm dhe shpesh i papërballueshëm. Teknologjia e re do të lejojë përpunimin e fjalimeve në kohë reale, klasifikimin e tyre sipas tematikave dhe publikimin automatik në kanalet zyrtare. Përmes këtij sistemi, kuvendi synon të rrisë transparencën, të promovojë demokracinë dhe ndoshta edhe të përmirësojë nivelin e debatit politik. Sidoqoftë, edhe në këtë rast nuk mungojnë dyshimet për fitues të paracaktuar. Jo vetëm se i njëjti emër Vangjush Tasellari figuron në 2 nga 3 firmat fituese, por edhe se nga 4 firma pjesëmarrëse në tender, 2 nuk kanë ofruar asnjë ofertë çmimi. BKH dhe Policia e Shtetit kanë zhvilluar një aksion në Durrës dhe Tiranë duke kontrolluar ambiente të lidhura me biznesmenin Ergys Agasi me urdhër të SPAK dhe GKK. Hetimi dyshohet se lidhet me kontrabandë cigaresh, lidhje me klanin Troplini dhe korrupsion zgjedhor, por detajet mbeten të publikohen në vijim. Në orët e para të mëngjesit të dieshëm, 2 skuadra të byros kombëtare të hetimit të shoqëruara nga patrullat e policisë së shtetit kanë ndërmarrë një aksion të gjerë në Durrës dhe Tiranë, në zbatim të një vendimi të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Agjentët e BKH-s, me urdhër të prokurorëve të SPAK, kanë ushtruar kontrolle në 4 ambiente të lidhura me biznesmenin Ergys Agasi, përfshirë banesën e tij në Durrës dhe Tiranë, si dhe ambiente të bizneseve që ai zotron. Burime konfidenciale bëjnë me dije se ky aksion mund të lidhet me një hetim për kontrabandë të cigareve, lidhje të mundshme me drejtues të klanit Troplini apo korrupsion zgjedhor. Megjithatë, detajet mbeten ende të paqarta për shkak të rezervës së lartë që mban SPAK lidhur me këtë çështje. Ndërkohë, burime jo zyrtare kanë konfirmuar se në kuadër të këtij hetimi janë lëshuar edhe urdhra arreste, por nuk është bërë ditur nëse mes të ndaluarve ndodhet vetë Agasi apo persona të tjerë të lidhur me të. Hetimet vijojnë, ndërsa pritet që institucionet përkatëse të japin më shumë informacione në orët në vijim.
Erion Hoxha, një 20 vjeçar nga Tropoja me banim në Paskuqan, është shpallur në kërkim për mashtrim pasi u largua nga një hotel në Palas pa paguar 450 euro. Ai është i njohur për një sër mashtrimesh ndaj vajzave dhe bizneseve të publikuara nga redaksia jon përfshir edhe marrjen e parave, sendeve me vlerë dhe borxheve të papaguara. Erion Hoxha, mashtruesi serial 20 vjeçar nga Tropoja me banim në Paskuqan, është shpallur në kërkim për mashtrim. Sipas kallëzimit të bërë nga shtetasi me inicialet IM, Hoxha kishte qëndruar për 3 ditë si pushues në hotelin që ndodhen në fshatin turistik Palas, në pronësi të denoncuesit. Në përfundim të qëndrimit, i riu është larguar pa kryer pagesën prej 450 eurosh. Hoxha u bë i njohur për listën e mashtrimeve të tij ku viktima kishin rënë disa vajza që u kishte marrë shumë apanash, apo edhe varste floriri dhe u kishte shitur, e po ashtu një sër borxhesh që tjera në disa biznese të Tiranës. Ironia e ngjarjes ndodhi kur mamaja e Hoxhës telefonoi njërën prej vajzave denoncuese, duke i kërkuar të fshijë postimin në redaksin ton, pasi po i prishte imazhi të birit. Shikues të nderuar, ishin këto informacione përgatitura për ditën e sotme. Bashkë mirupafshim.